Miqtë mi të dashur, ja ku jemi rikthyer sërish bashkë në studio, falenderojmë sponsorin tonë Golden Eagle Erotic, e tani se çka është e vërtet apo e pa vërtet për estradën tonë, e kuptojmë bashkë në vazhdim. Toni Dovolani, pjesën një kampanje publicitare në Amerikë, ky lajm është plotësisht i vërtet. Njëri ndër balerinët më të suksesshëm shqiptar jashtë kufive, Toni Dovolani, para pak muajsh është parë në një reklam në Shtetet e Bashkuara. Ai është personazhi kryesor i medikamentit Omega XL e në këtë spot përpos atij është shfaqur familja dhe kolegët e tij. Suksesi i Dovolanit në Amerikë është i padiskutueshëm. Në vitin 2012 ai u shpall si triumfues i Dancing with the Stars në Amerikë. Teuta Selimi bën ndërhyrje kirurgjikale, kjo nuk është as pak e vërtetë. Këngëtarja Teuta Selimi u përfol për një ndërhyrje të mundshme kirurgjikale në Gjoks dhe Mollza, por prive pasi kontaktoi me këngëtarën, ai e mohoi këtë lajm duke shtuar ky lajm mund të verifikohet lehtë nëse shikohen fotografitë e mëparshme dhe ato aktuale. Këngëtarja për momentin po shijon suksesin e këngës më të re non-stop, e cila është në bashkëpunim me Korab Jetishin. Asgjë sikur dielli rikthehen në muzikë, nuk është as pak e vërtetë. Portalet në vendin tonë shkruan për një rikthim të mundshëm të rock grupit Asgjë sikur dielli, por ky lajm nuk ka ndonjë dozë të vërtetësisë. Albani Mani për prive mohoi se grupi do të rikthehet së shpejti në treg pasi ai është i angazhuar në projekte të tjera. Për një rikthim të mundshëm të grupit do të vendoset në qershor, por deri atëherë ky grup do të vazhdojë të jetë jashtë industrisë sonë muzikore. Prive.